Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës gaforës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe me në shikim të parë, leximi juaj është shikoni këtu e kam vënë mikrofonin, se më falni, se dola nga kam marrë ca mesazhe që nuk po dëgjohem dhe e kam afruar jashtë ma se afër, uroj kësaj radhe të dëgjohem të dashur gafor dhe të fillojmë leximin. Leximi juaj në fakt është i përqendruar në veprim, vetë vlerësim, guxim dhe ndërtim të qëndrueshëm. Sigur keni arritur në një pikë ku ke punuar shumë për të ndërtuar diçka të dashur gafor, qoftë një projekt, një marrëdhënie apo një version më të qëndrueshëm të vetes. Dhe tani ndoshta dikush po ju bën të pyesni veten, po ju bën në dyshime. Po ndihesh sikur të duhet ta mbrosh atë që ke ngritur. Të tjerët mund ta vënë në dyshim absolutisht, ose mund të përballesh me zëra që të bëjnë të pyesësh si thash veten, por e vërteta është që ti ke të gjitha mjetet që të duhen për të përballur çdo sfidë. Nuk ke nevojë për leje nga askush, apo aprovim nga askush, apo të vënë në dyshime. Nga që shtata është, vazhdoni të jepni energjinë dhe kohën e juaj në atë projekt, në atë dashuri, në atë lidhje, në atë punë, në çfarëdo lloj situate qoftë, nga që kjo është një rrugtim apo një ndërtim afatgjatë që kërkon kohë, kërkon durim për të arritur aty. Jeni në rrugën e duhur dhe siç thash, nuk keni nevojë të merrni leje nga askush, ke përvojën, aftësinë dhe qartësinë për të krijuar jetën që do të dashur gafor. Tani është momenti për të vepruar, jo për të pritur që gjërat të ndodhin vetë. Dua të them në kuptimin e asaj që të prisni sa jeni të bindur, sa s'jeni të bindur, sa ju duket që jeni mirë, pastaj një zë tjetër vjen nga dikush tjetër dhe ju bën të dyshoni në veten e juaj. Me këtë vetdije duhet të ecni përpara. Nuk je më ajo apo ai që mendon shumë dhe vepron pak. Tani je gati të bësh lëvizje konkrete, apo duhet, kjo mund të jetë dhe këshill, që duhet të bësh lëvizje konkrete, të ndjekësh një qëllim me vendosmëri, të ecësh çfarë të mund, çfarë të tjetër, nuk ka rëndësi. Rëndësi është që ju të ecni rrugës e juaj, të ecësh edhe pse nuk të duket i sigurt, por sepse beson në drejtimin e juaj, në drejtimin tënd. Je duke minimizuar të dashur gafor veten, shpeshherë minimizoni, duke pritur të tjerë që të kuptojnë çfarë duke bërë dhe pse rruga jote është kjo dhe jo për ata, për ju, në kështu, në këtë sikur duhet të arsyetohesh apo të gjithë të jenë dakord për atë çfarë duke bërë. Je një fazë ku e di kush je, e di çfarë do, apo duhet të jesh në këtë, ke durimin për ta ndërtuar, ke fuqinë për ta mbrojtur dhe tani ke edhe guximin për të vepruar. Nuk është momenti për të patur frikë të dashur gafor. Ky është momenti për të qëndruar fort dhe për të thënë, unë kam ardhur deri këtu me forcat e mia, tani është radha ime të ecë përpara siç e kam zgjedhur vetë. Tani, atë çfarë dua të them është që e gjithë varet nga ju, të dashur, të dëgjoni dhe të ndikoheni apo të ecni rrugës së juaj.